Në episodin e kaluar, treguam se njeriut I duhet me patjetër një fe për të njohur Zotin e gjithësisë. I duhet një fe e cila ja përcakton me përpikmëri se çka I duhet të bëj për ta përmbushur qëllimin për cilin ekziston. Dhe natyrshëm lind pyetja. Në mesin e kaq shumë feve me mira fe, të cilave pretendojnë se janë nga Zoti I gjithësisë, si mundet që njeriu të dallojë se kush është feja e saktë? Ekzistojnë disa kritere nëpërmjet të cilave njeriu mund dallojë fenë e saktë. Kriteri I parë është që feja të ketë burim hyjnor, mos jetë njerëzore, pasi që feja është për të lidhur me Zotin. Nëse një fe pretendon burim njerëzor dhe nuk pretendon burim hyjnor, atëherë automatikisht kuptohet që kjo fe nuk mund të jetë feja e saktë. Nuk është kjo ajo që ne po e kërkojmë. Kriteri I dytë që duhet të plotësojë një fe për të qenë e saktë është të pretendoj monoteizëm të plot. Të pretendoj se Zoti është absolut, I plot fuqishëm, nuk I ngjan krijesave. Se nëse I ngjan krijesave, atëherë çdo njëra për krijesave mund të jetë Zoti I gjithësisë. Dhe kjo është absurde. Pra, kriteri I dytë apo gjëja e dytë që ne shikojmë tek feja është koncepti I kësaj feje për Zotin. Se si e përshkruan Zotin kjo fe. Një fe, për shembull, Zoti I cilës nuk ka jetë, nuk mund të jetë Zoti ynë. Një fe që e përshkruan Zotin që mund të marrë tipare njerëzore, të shpresë në mesin e njerëzve, të uritet si njerëzit, të hajë si njerëzit, të ketë nevojë për të ngrënë dhe për të pirë, të ketë nevojë për të pushuar, të lodhet, nuk mund të jetë feja e saktë që e përshkruan Zotin ashtu sikur duhet. Kriteri I tretë që duhet plotësojë një fe për të qenë e saktë është të ketë një libër hyjnor. Dhe ky libër të jetë I pastër nga ndryshimet, nga shenjat njerëzore, nga kontraditat. Dhe këto mund ta bësh thjesht fare. E para të shikosh se cila nga fet ka një libër hyjnor apo pretendon një libër hyjnor dhe shfletoje këtë libër hyjnor. Nëse në të do të gjesh ndryshime, e kupton që nuk është prej Zotit të gjithësisë, por është prej njerëzve. Allahu për shembull thot në Kur'an: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" A nuk po meditojnë ata mbi Kur'anin? Po sikur ti ishe prej dikujt tjetër përveç Allahu xhalla xhalaluhu, në të do të kishte kontradikta të shumta. Sepse është I pambrojtur. Çdo fjalë tjetër përveç fjalës së Allahu xhalla xhalaluhu mund të ketë kontradikta, të ketë gabime. Allahu xhalla xhalaluhu është I vetmi që nuk gabon. Zoti I gjithësisë. Kriteri I katërt që duhet plotësojë një fe për të qenë fe e saktë është që të ruaj dhe kultivoj normat bazë jetike, nevojat bazë jetike, të kujdeset për individin, për jetën e tij, pasurinë e tij, familjen e tij. Një fe që I shemb këto parime bazë të shoqërisë, mbi cilën ndërtohet shoqëria, nuk mund të jetë fe e saktë, nuk mund të jetë nga Zoti I gjithësisë. Kriteri I pestë që duhet shikojmë për të kuptuar nëse feja është e saktë, është të shikojmë nëse kjo fe kujdeset për normat morale. Nëse I kultivon këto norma, apo I lufton ato. Një fe që I kultivon normat morale mund të jetë e saktë, ndërsa feja që I lufton normat morale, kurse si nuk mund të jetë e saktë. Po flasim për drejtësinë, guximin, bujarinë, e norma të tjera për cilat të gjithë njerëzit bien dakord. Dhe së fundi, kriteri I 6 që po përmendim për të kuptuar nëse një fe është fe e saktë apo jo, është që kjo fe të jetë e përshtatshme për gjitha kohrat, të mbulojë nevojat e njerëzve në gjitha kohrat, mos të ndikohet nga rrethanat e jashtme. Këto janë me pak fjalë ato gjëra të cilat na tregojnë se kush fe është fe e saktë. Përderisa ekziston një Zot, ekziston dhe një fe e saktë. Njeriu është I detyruar që ta kërkojë këtë fe në mënyrë që të lidhet me Zotin, në mënyrë që të përmbush qëllimin për cilin ekziston. Ose përndryshe, njeriu do të jetojë në një boshllëk të plotë, derisa të ballafaqohet në një kohë tjetër me këtë të vërtetë, të cilës I është shmangur vazhdimisht. Allahu xhalla xhalaluhu, Zoti I gjithësisë, e ka zgjedhur një fe. Shikoj këto kritere, ta kuptosh qartë që feja që Zoti ka zgjedhur është Islami.
Allahu thot, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet, feja e zgjedhur, e pranuar tek Zoti është Islami. Në ajetin tjetër thot, wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Kushdo që zgjedh një fe tjetër përveç fesë islame, ajo fe nuk do të pranohet prej tij. Dhe ai do të jetë prej të humburve në botën tjetër. Në episodin e radhës do të shpjegojmë se si Islami përmbush të gjitha këto kritere. Se si fakti që Islami është feja e vërtet është një e vërtet absolute e pa diskutueshme. Por Allahu Gjalla Gjalaluhu udhëzon këtë dojë. Njeriu duhet luftoj për të gjetur të vërtetën. Wassalamu alaikum.